po të pjesa politikës në Kosovë, ne nuk kemi qenë këto pozita asnjëherë më parë, kemi pas kriza, po jo si kriza kaq afatgjate. Unë fillimisht pas rezultatit të zgjedhjeve, kur e kom parë rezultatin e zgjedhjeve në disa televizione nacionale të Kosovës, e kom theksu problemin që do të ndërtohet narracioni i problematikës zgjidhjes problemit të qeverisë dhe të kryetarit kuvendit. Si pasojë që partia e parë, që nuk ka fituese, po partia e parë i ka 48 deputet, po jo mjaftueshëm për ta krijuar qeverinë. Problemi i partisë parë nuk ka qenë problemi numra, po ka qenë problemi i qasjes edhe narracioni që ndërtoi me subjekte tjera politike, që nuk ndërtoi një relacion miqësor pa armiqësor. Ky gabimin hapa që e bojnë në raste shumë specifike ose të rralla partitë e mëdha, sepse këtë rast lëvizje vetëvendosje është parti e madhe, po gabimin hapa është sepse edhe me partinë tash i vjen edhe 4 deputet me ndërtu një qeverinë ose zgjedhjen e kryetarit kuvendit, kështu që edhe 4 deputet janë shumë të rëndësishëm. Edhe problemi i gjuhës dhe përdorimi i gjuhës armiqësore ndaj subjekteve tjera e ka pru këtë krizë ku jemi sot, të institucioneve dhe të kuvendit të Kosovës ku jemi sot. Për shembull, gjitha instancat ose zhvillimet që i kemi në vend janë që 3 muaj kanë me pezull, sepse nuk kemi qeveri valide, edhe para 3 muajve kom theksu, prapë theksom ideja e partisë parë, jo fituese, është që prapë të mbaj zgjedhjet në të njëjtën ditë, lokale dhe nacionale, po nuk besoj se do të pranojnë subjekte tjera, sepse ideja është në emër të Albin Kurtit të votohen dhe të fitojnë edhe komunat. Sepse me qindra flet votime ka qenë në zgjedhjet nacionale i votuar veç Albin Kurti, ndërsa 9 deputet tjerë as që ka qenë zgjidhje, sepse sistemi politik tek ne është një zonë zgjedhore, nuk është e da në zonë ose në bashkësi që është e ndame në Shqipëri, që është perfekt. Nuk po perfekt, po në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse një zonë zgjedhore ka problematika shumë të mëdha mes vetë, sepse nuk e din kush është deputeti i zonës, nuk e din kujt kemi lyp llogari, edhe kush jep llogari një deputet që shkon në Kuvend të Kosovës, sepse nëse është i zonës ose i bashkësisë ose i prefekturës që ndahen, ai jep llogari të çdo qytetar që është votu, sepse prapë ka me dal njëjtën pika me lyp vota, edhe është më aktiv, ndërsa tek ne është një zonë zgjedhore, nuk e din cilin qytet është votu, edhe cilit qytet ka me dhënë llogari. Kjo është e keqja që është vendin tonë. Po opozita pse mendoni që nuk ja le pataten e nxehtë Kurtit, që ti thot kur do votoj kryetarin e kuvendit, por më pas nuk e nga shkon për qeverinë. Po e bllokon problemi është një arrogancë edhe një ignorancë që po ja bën disa deputetë, kam dëgjuar prej lëvizjes vetëvendosje, thotë që ne kemi numrat për qeveri, po si kemi për kuvend. Edhe opozita bie në këtë kurth. Jo, opozita nuk ushtron këtë kurth, po nuk po e voton, thjesht thotë çto numra që ki për qeveri, me ta votu 61 janë të njëjtë, dhe 61 janë të mjaftueshëm me votu dhe kryetarin e kuvendit. Kjo i bën që lajthitje edhe për çmim e nënçmim i vet kandidatës për kryetarin e kuvendit Albulena Haxhiut, nëse i thot kolegët e saj thonë që kem numrat për qeveri e si kem për kryetarin e kuvendit të Kosovës, kjo tregon që është jo serioze. Oferta jo serioze dhe e pa sinqertë në raport me mbrana llojit. Domthonë gara mbrana llojit është e pa sinqertë në raport me Albulena Haxhiun, ku fillimisht edhe parimisht është dashur. Nëse ka numrat për qeverinë, njëjtë numra më ajo edhe për kryetarin e kuvendit. Besoj edhe Albulena e kupton që në këtë mes po përdoret. Po, ju në Shqipëri thoni po tallën me ta, që është një term specifik kjo tallje, edhe një ministre e drejtësisë, një deputet e disa legjislatura që ka qenë Kuvend të Kosovës. Ose siç thot Kurti me votuara nga zonja? Kjo puna ma votuar nga zonjat, le më diskutu. Po fillimisht ju tregova që thash në qindra mira flet votime ka qenë veç Albin Kurti, fillimisht. Po kur kam filluar më vonë numërimi tash brenda llojit diku që ka ashtu dhe çat e 9. Domthon tek ne një qytetar ka drejt mi zgjedhën 10 kandidat për deputet me votu.
Edhe në rastin e vetë vendosis ka qenë i votuar veç Albin Kurti. 9 të tjerë kanë qenë të zbrasta. Edhe në mesin e 9 të tjerëve, gjatë fazës kalimtare mbrana llojit dikujt që kanë shtu disa numra. Po këto nuk ka faktike, po janë me dëgjume, edhe ka shumë ankesa që lufta është e hekur mbrana llojit. Po edhe nuk është e parëndësishme dhe nëse është gruaja më votuar në Kuvendin e Kosovës, sepse është e rëndësishme dhe Duda Balje, për shembull, që ka veç 600 vota, që është për minoritetit bosnjak. Domethënë vota asaj është e barabartë me këtë që ka 60.000 vota. Sepse sistemi zgjedhor te na nuk të pyet sa vota e ki, po sa numra e ki në Kuvend. Është e parëndësishme numri vota ose e ke marrën mbrana llojit, mbrana subjektit politik, po sa numra e ki në Kuvend. Duda Balje se di dyshoj që i ka 1.000 vota, po është e rëndësishme nëse voton qeverinë është e barabartë sa kjo që i ka 100.000 vota. Sepse këto vetë kanë ndërtuar një narracion të gabuar të votimit, të zgjedhjes, sepse nuk mund me pas vende të rezervume, 20 vende të rezervume në Kuvendin e Kosovës janë për minoritete, që është e gabuar. Sepse në Kosovë minoritete jetojnë 3 deri në 4%.